zakonisht me që vizitat janë në kohën e vaksinave dhe një shqetësim tjetër është kur fëmijët marrin vaksinat, është një temperaturë e lehtë ose një rrjedhje une. Qa hallesh ndajnë me juve në teren, ose qa i këshillonin këtë rast, se ju është doherë domosdoshmërisht krejt fëmijët i mundon vaksina? Po, nana zakonisht kur të merr vaksinën beba, thot qatë ditë ka qenë shumë i lodhën. Po. Edhe nuk është shuton ditën, ka pas pak temperaturë. Gjithherë i thojmë nanës që kjo është veç koha kur ndikon vaksina. Dhe zakonisht në ka rastis që edhe me pa nana që nuk e kanë vaksinu fëmijën për shkak që vaksinën e vjeçarit. Në ka ndodhë që mos me marë. Po jemi mundu që me i tregu se sa i rëndësishëm është vaksinimi, se kjo bëhet në përgjithë botën, nuk është vetëm tek ne, vaksina jepë në përgjithë botën, edhe kemi mundu me i tregu se sa është i rëndësishëm vaksinimi të fëmijët. Dhe keni pas rezultate? Shumica nanave po. Kjo është një punë e madhe, në thash që punë që duhet të duar trokitet.